Në ditëlindjen e saj të parë, mes festës, ngjyrave dhe dashurisë që e rrethonte nga të gjitha anët, Luna Mary Ailey dhuroi një nga momentet më të ëmbla dhe emocionuese që do të mbetet gjatë në memorien e të pranishmëve dhe ndjekësve të familjes Ailey. E veshur me një fustan të artë që përputhej në mënyrë perfekte me veshjet e prindërve të saj, vogëlushja shfaqet në një video duke hedhur hapat e parë, e mbajtur nga duart e Louisit dhe Kiarës, një pamje që ka pushtuar menjëherë rrjetin dhe ka marrë reagime të shumta pozitive. Louisi në njërin anë dhe Kiara në anën tjetër e ndihmojnë Lunën të zbresë shkallët e vogla të skenës, ndërsa buzëqeshja e saj dhe përpjekjet për të qëndruar në këmbë janë bërë simboli më i bukur i kësaj dite të shënuar. Ky moment ka përlotur ndjekësit, të cilët kanë komentuar se nuk ka dhuratë më të bukur për prindërit se sa të shohësh fëmijën tënd duke bërë hapat e parë drejt jetës. Festa, që tashmë është komentuar si një nga më të bukurat e organizuara ndonjëherë për një vogëlushe në showbizin shqiptar, u bë edhe më kuptimplot me këtë çast të papritur por magjik. Louisi dhe Kiara shihen të përqendruar dhe krenar, duke u kujdesur që çdo lëvizje e vogëlushes të jetë e sigurt, ndërsa Luna, me një qëndrueshmëri që nuk pritej nga një bebe 1 vjeçare, i jep zemër vetes për të ecur. Prania e të afërmve, miqve dhe të ftuarve nga bota e artit dhe medias e bëri këtë çast edhe më të ndjerë, ndërsa komentet e ndjekësve kanë shpërthyer me fjalë si Angel, yll që po rritet në krahët e dashurisë dhe moment i paçmueshëm që nuk blehet me asgjë. Ky hap i parë i Lunës simbolizon jo vetëm rritjen fizike të saj, por edhe udhëtimin e një familjeje që për një vit ka ndarë momente të sinqerta me publikun dhe që vazhdon të emocionojë me çdo detaj të jetës së tyre. Dhe ndoshta, në heshtje, teksa hedh këta hapa të parë, Luna po na mëson të gjithëve diçka shumë të thjeshtë por të thellë. Me dashuri pranë, çdo hap është më i lehtë dhe çdo rrugë bëhet më e bukur.